Këtë të hënë ka nisur zbatimi modelit të ri të shkollës verore në 10 shkolla publike në Tiranë, përfshirë Kamzën dhe Durrës. Ky program përfshin fëmijët nga klasa e parë deri në të 5-ën, duke kombinuar mësimin me argëtimin, kujdesin dhe socializimin. Ministri e Arsimit dhe Sportit Ogjerta Manastirliu ka qenë e pranishme në shkollën Emin Duraku, në një nga shkollat ku ka nisur zbatimi i programit. Sapo kemi nisur me shkollën verore, ku për 2 javë, nisur nga sot, në 10 shkolla, 8 në Tiranë, 1 në Kamës dhe 1 në Durrës, ne do të pilotojmë këtë model të ri të shkollës verore pranë strukturave tona të arsimit parauniversitar. Shkolla verore do të zhvillohet çdo ditë nga ora 8 deri në ora 13 për një periudhë 2 javore në secilën shkollë. Gjatë kësaj kohe, fëmijët do të marrin pjesë në një sër aktivitetesh si art dhe zeje, mësimi gjuhëve të huaja, kodim, sport, lojëra kreative, projekte STEM, diskutime mbi libra dhe biseda me të ftuar nga fushat të ndryshme të jetës publike dhe sociale. Ministre Manastirliu tha se në zbatimin e programit janë të angazhuar një sër punonjësish. Do të jenë rreth 1000 fëmijë të cilët do të përfitojnë, do të jenë gjithashtu edhe vullnetar nga gjimnazet të cilët janë angazhuar, janë 100 të rinj nga gjimnazet të Tiranës, të cilët kanë shprehur dëshirën për të ardhur dhe për të asistuar së bashku me mësuesit dhe gjithashtu do të jenë rreth 150 mësues, por edhe oficerë të sigurisë, punonjës social, psikolog, infermier, që janë angazhuar në këto kampe të verës në shkollat tona. Për ne është një projekt i cili po pilotohet për të parë mundësinë për ta shtrirë në vitet e ardhshme edhe në shkolla të tjera, por është një mundësi fantastike, lehtëson shumë prindrit për gjatë periudhës së verës për të sjellë fëmijët pikërisht në ambientet ku ata janë mësuar në shkollat e tyre. Ky është një kamp veror ku ne kemi organizuar aktivitete të shumëllojshme, janë rreth 10 klube, qoftë argëtimit, por edhe të mësuarit përmes argëtimit. Shkolla verore është pjesë e një plani më të gjerë të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit për të nxitur përfshirjen sociale dhe zhvillimin e fëmijëve.